Përshëndetje të nderuar shikues dhe mirë se vini në edicionin e lajmeve këtu në Blu Televizion, ku do të ndjekim së bashku zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota. Nisim me aktualitet. Edhe këtë të diel, qytetarët e Vlorës dhe turistë të huaj kanë populluar plazhet e Vlorës, teksa vija bregdetare e qytetit ka regjistruar një numër të madh vizitorësh. Sipas tyre, qyteti ofron gjithçka që një pushues mund të kërkojë, duke nisur nga plazhet, deti i pastër, natyra e mrekullueshme, klima e favorshme dhe mikpritja. Ditët e nxehta dhe temperaturat e larta të kësaj periudhe kanë sjellë një fluks të shtuar pushuesish në Vlorë, e cila vijon të mbetet një nga destinacionet më të preferuara turistike në vend. Veçanërisht gjatë fundjavave, vija bregdetare e qytetit regjistron një numër gjithmonë edhe më të madh vizitorësh, të cilët zgjedhin të kalojnë disa ditë pushimi pranë detit. Jo vetëm qytetarë nga Vlora, por edhe vizitorë nga qytete të tjera të Shqipërisë, Kosova apo dhe turistë huaj, po zgjedhin bregdetin në Vlorës për të shijuar fundjavën apo pushimet verore. Sipas tyre, qyteti ofron gjithçka që një pushues mund të kërkojnë, duke nisur nga plazhet dhe deti i pastër, natyra e mrekullueshme, klima e favorshme dhe mikpritja. Keni zgjedhur të kalojnë fundjavën në Vlorë, çfarë? Jo, unë jam studente dhe jetoj këtu. Kam 2 vjet. Po, jetoj në Vlorë, momentalisht. Si po duket plazhi këtu? Super. Ka dhe plazh publik apo? Po, ka. Do të qëndroni këtu në Vlorë gjatë sezonit veror apo do të theni te Pelen? Jo, do të qëndroj këtu në Vlorë. From? Ukraine. Okay. You are just for holiday here or living here in Vlora? Jam nga Ukraina. Jam këtu me motrën time, kam ardhur për pushime për një javë. Deti është shumë i bukur dhe i pastër. Sapo kemi ardhur këtu, por faktikisht është fantastike. E rekomandoj dhe ajo çfarë është e sigurt, patjetër që do të rikthehem. And we come back again, maybe next year. I'm from Ukraine. And you are for holiday here? In vacation. Edhe unë jam nga Ukraina. Sot është dita e parë dhe do të qëndroj për gati një javë. Nuk dija shumë më parë për Shqipërinë. Kam eksploruar në internet dhe kam parë se si mund të vija këtu. Një ndërturje fantastike mes detit dhe malit. Jo, nuk do të shkoj në qytete të tjera, do të qëndroj këtu në Vlorë. Shikojeni këtë det. Çfarë dua më shumë? And you stay only today for vacation here in Vlora or you go to another city? In Vlora, we want to swim in the water. Kamenicës, Kosovës. Për sa ditë jeni këtu pushime? Një muaj. Një muaj? Po. Vini për vit në Vlora apo si? Çdo vit. Si të vini në Vlora? Mirë është. Se Shumë mirë. vini në Vlorë, ndërkohë që shumë të tjerë shkojnë në Lezhë, në Shëngjini, ju pëlqen Vlora? Det. Natyra, kodër, në gjithë. Keni shtëpi këtu apo qëndroni me? Po kam shpit. Si u duken çmimet të këtij viti? Po nisë, më duket si vitin e kaluar, nisë. Më duket nisë. Fundjavat e muajit qershor po shënojnë një rritje të ndjeshme të numrit pushuesve në gjithë vijën bregdetare të Vlorës. Baret, restorante, strukturat akomoduese raportojnë një interes në rritje, ndërsa plazhet janë të frekuentuara që në orët e para të mëngjesit. Vlora mbetet kështu nga pikat kryesore të turizmit veror në Shqipëri, duke tërhequr çdo vit mijëra vizitorë vendaze të huaj, të cilët e konsiderojnë atë një destinacion ideal për pushime dhe relaks. Mbetet ende peng përfundimi i pallatit të dytë të banesave sociale në zonën e ish frigoriferit në Vlorë. Punimet janë ndërprerë prej kohësh, ndërsa ende nuk ka një afat të qartë se kur mund të rifillojnë dhe kur do të përfundojë ndërtimi i tij. Mungesa e një informacioni zyrtar ka shtuar pasigurinë tek qytetarët që prej vitesh shpresojnë të sistemohen në këto banesa. Vijojnë të mbeten të pezulluara punimet për pallatin e dytë të banesave sociale në zonën e ish frigoriferit në qytetin e Vlorës. Kërkuar një informacion nga enti kombëtar i banesave, duke se gjithçka ka qenë tepër e rezervuar, ndërsa informacioni nuk është përcjellë se kur do të përfundojnë punimet dhe kur ky pallac do të shpërndahet për ata të cilët kanë nevojë. Në fakt, në zonën në fjalë ishte parashikuar që veç pallatit në fjalë të ndërtoheshin edhe 2 të tjerë për t'u ardhur në ndihmë qytetarëve të cilët kanë nevojë për banesa sociale. Megjithatë, gjithçka ka mbetur pezull. Nuk ka përfunduar ende pallati i dytë dhe shpërndarja e tyre për familjet të cilat duhet përfitonin për të pritur pasat dhe ndërtimin e 2 pallateve të tjera. Mbetet ende peng përfundimi i pallatit të dytë të banesave sociale në zonën e ish frigoriferit në Vlorë.
Punimet në këto objekt janë ndërprer prej kohësh, ndërsa ende nuk ka një afat të qartë se kur do të rifillojnë dhe kur do të përfundojnë ndërtimi i tij. Edhe nga enti kombëtar i banesave në Vlorë, informacioni mbetet i kufizuar sa i përket ecërisë së projektit, afateve të përfundimit dhe procesit të shpërndarjes së apartamenteve për familjet që presin të përfitojnë nga ky program strehimi social. Mungesa e një informacioni zyrtar ka shtuar pasigurinë tek qytetarët që prej vitesh shpresojnë të sistemojnë në këto banesa. Nga ana tjetër, as Bashkia e Vlorës nuk ka dhënë një informacion konkret mbi arsyet e zvarritjes së punimeve apo mbi hapat që do të ndërmerren për përfundimin e projektit. Kjo situatë ka bërë që një nga investimet më të rëndësishme në fushën e strehimit social në qytet të mbetet larg finalizimit. Në fakt, në këtë zonë ishte parashikur ndërtimi edhe 2 banesave të tjera sociale, të cilat do të vinin në ndihmë 10 familjeve në nevojë për strehim. Megjithatë, mos përfundimi i pallatit ende në proces ka krijuar paqartësi edhe për vijimsinë e projekteve të tjera të planifikuara në këtë kompleks. Pas disa muajsh ka nisur zyrtarisht largimi i automjeteve të sekuestruara nga lagja 24 Maj në Vlorë. Mjetet po transportohen drejt pikave të posaçme për t'u shkrirë, ndërsa të ardhurat do t'i kalojnë buxhetit të shtetit. Projekti synon lirimin e hapësirave publike dhe përmirësimin e imazhit të zonës. Në muajin tetor 2025 u lançua publikisht nisma për largimin e automjeteve të sekuestruara nga zona 24 Maj. Qindra mjete të sekuestruara, të cilat u zhvendosën nga zona e Triportit në drejtim të bllokut të banimit pranë ish stacionit të trenit të Mallrave, do të zhvendoseshin sërish. Këto mjete pas hapjes së procedurës në Ministrinë e Linjës do të shkriheshin dhe të ardhurat do t'i kalonin qeverisë shqiptare dhe buxhetit të shtetit. Pas shumë muajve nga lançimi i kësaj nisme, e cila u tha se do të realizohej brenda një kohe fare të shkurtër, ka nisur zyrtarisht puna. Prej lagjes 24 Maj janë larguar automjetet e para, të cilat janë zhvendosur në vendet e posaçme për t'u shkrirë. Ka nisur largimi i automjeteve të sekuestruara nga policia, atyre të përdorura në ngjarje kriminale, si dhe të aksidentuara nga lagja 24 Maj nga zona e ish ushqimores. Pas shumë muajve ndërprerje, ka nisur realizimi i projektit për t'i çuar këto mjete për shkrirje për pjesë një nisëm kjo e qeverisë shqiptare, e cila konsiston gjithashtu edhe në pastrimin nga automjetet e sekuestruara të gjithë territorit. Ky projekt ka për synim që krahas të ardhurave që mund të sjellë më tepër të konsistojë edhe në pastrimin e zonës. Në një prej blloqeve të banimit në periferi gjenden ende me qindra makina, të cilat zaptojnë territorin dhe ofrojnë një imazh negativ. Reforma për lirimin e hapësirës publike nxiti këtë projekt, i cili ka nisur të realizohet. Nuk dihet pse është vonuar kaq shumë në kohë, pasi puna duhet të kishte nisur muaj më parë, por besohet se pengesa ka qenë tek përgatitja e të gjitha dokumentacioneve përkatëse për këtë projekt ligj. Në zonë janë edhe 10 mjete të tjera, të cilat do të largohen në vijimsi. Më pas, territori pritet i nënshtrohet pastrimit gjeneral të tij nga pjesët e thyera të automjeteve që janë në zonë. Rritja e numrit të turistëve dhe vizitorëve ka ndikuar ndjeshëm në rritjen e financave. Skënder Spahiu, drejtuesi i Muzeut Historik dhe Etnografik të qytetit, tregon se numri i lartë i vizitave ka rritur ndjeshëm të ardhurat të cilat përdoren për restaurimin e godinës së vetë muzeve, por dhe për të plotësuar kushtet e nevojshme për funksionimin e tyre. Rritja e numrit të vizitorëve ka ndikuar ndjeshëm edhe në rritjen e financave. Skënder Spahiu, drejtori i Muzeut Historik dhe Etnografik të qytetit të Vlorës, tregon se numri i lartë i vizitave ka ndikuar ndjeshëm në rritjen e financave që gjenerojnë vetë muzet. Financat më të larta që grumbullohen, Spahiu thot se përdoren për restaurime të godinës së vetë muzeve, por edhe për të plotësuar të gjitha kushtet e nevojshme për funksionimin e tyre. Ne përkundrejt shitjes së biletave, të gjitha ato të ardhurat që sigurohen depozitohen në qendër kulturore të Vlorës, pranë bankave që ka lidhje Bashkia Vlorë dhe qendra kulturore, dhe këto rrisin të ardhurat dhe neve nëpërmjet tyre kemi bërë dhe investime në godinën që jemi Muzeu Historik. Para një muaj e gjysëm, godina u restaurua, u lye në pjesë në hapësirat e brendshme, u vendos sistemi i kondicionimit për të ruajtur, sepse kërkojnë kushte teknike dhe kushte lagështire apo drite të gjitha objektet arkeologjisë, sepse ato kanë edhe elementin shpërbërës të ndryshimit sipas kushteve atmosferike, dhe për këtë arsye
tregon një impenjim më të madh edhe të strukturave nga të cilat ne varet, nga Bashkia Vlora apo edhe nga Ministria e Linjës për t'i ruajtur, për t'i mbajtur dhe për t'i ekspozuar këto objekte që ka fondi muzeor. Financat më të larta sipas Skënder Spahiut i japin mundësim vetë muzeve që të krijojnë më tepër kërkime shkencore, por gjithashtu përdoren edhe për ruajtjen, mirëmbajtjen, riparimin e artefakteve të cilat ndodhen në brendësi të muzeve të qytetit. Muzet nuk janë vetëm magazina, por muzet janë dhe vend të punës shkencore. Janë vende ku ekspozohen, mirëmbahen, riparohen të gjitha ato objektet arkeologjisë të gjetura, të dëmtuara, dhe formohen këto, marrin formësimin e tyre, qoftë amforave, terakotave apo objekteve të tjera toksore, të cilat duan dhe meritojnë atë respektin e mirëmbajtjes, duke i llakuar, duke i përdorur edhe teknologji bashkëkohore, për t'u zgjatur jetën, për t'u treguar vlerat, sepse është historia jonë. Në Amantja, Kalan e Kaninës apo edhe në Orikun e Vjetër zhvillon shpesh ekspedita kërkimore, me anë të cilave Spahiu thot se pasurohet fondi arkivor i Muzeut të qytetit me zbulime të reja dhe fakte historike, të cilat studiohen, kartelizohen dhe shpalosen për publikun vendas dhe të huaj. Ekspedita që gërmojnë në Amantja apo në vendbanime të tjera të Vlorës janë pjesë e depozitimit në arkivin në fondin muzeor të objekteve cilat gjenden gjatë këtyre gërmimeve apo dhe sontazheve të gërmimeve. Muzeet janë pjesë e inventarit të varreve që eksplorohen apo zbulohen me objekte cilat gjenden dhe mbasi ato mbaron studimin e tyre, kartelizohen, certifikohen dhe bëhen pjesë e fondit arkivor të muzeut. Vlen të theksohet se krahas financave që gjenerojnë vetë muzet, për to vendosen në dispozicion fonde edhe nga qendra kulturore, Bashkia e Vlorës, por edhe Ministria e Kulturës, të cilat shërbejnë për restaurime të godinave, mirëmbajtje në objekteve apo kërkime shkencore. Elvis Koçi, njohur si Vis Korçari, është arrestuar në Ksamil pas një operacioni të forcave të Tiranës dhe policisë së Sarandës gjatë tentativës për t'u larguar, ai përplasi 2 automjete civile të policisë. Pas rreth 30 minutash ndjekje, ai u lokalizua në aksin Ksamil Butrind dhe u vu në pranga, ndërsa pritet ende njoftimi zyrtar për arsyet e ndalimit dhe akuzat ndaj tij. Një operacion i përbashkët i forcave operacionale të Tiranës dhe të Komisariatit Policisë së Sarandës ka çuar në arrestimin e 34 vjeçarit nga Elbasani Elvis Koçi, alias Elvis Çaushllari, i njohur ndryshe edhe si Vis Korçari. Sipas burimeve, efektivet e policisë kishin kohë që e ndiqnin dhe e kanë lokalizuar gjatë ditës së shtunë në Ksamil. Rreth orës 22:30 minuta është organizuar operacioni për kapjen e tij, ku morën pjesë edhe agent civil të sektorit të krimeve të Sarandës. Mësuese sapo ka konstatuar praninë e policisë Çaushllari ka tentuar të shmanget arrestimit duke kryer manovra të rrezikshme me automjetin e tij. Gjatë largimit ai ka përplasur 2 automjete civile të policisë, si dhe ka mundur të çajë rrethimin fillestar. Menjëherë pas ngjarjes është organizuar ndjekja, ndërsa nga Saranda u angazhuan edhe forca të ndërhyrjes së shpejtë, ndërsa për rreth 30 minuta kërkime, 34 vjeçari u lokalizua nga agentët e krimeve pranë një biznesi privat në aksin rrugor Ksamil Butrind, ku edhe është vënë në pranga. Policia sekuestroi gjithashtu automjetin me të cilin lëvizte, i cili i rezultoni regjistruar në emër të vëllait të tij. Ende nuk ka një informacion zyrtar mbi arsyet e ndalimit të Elvis Çaushllarit, por burime jo zyrtare bëjnë me dije se ai mund të kërkohej për ekzekutimin e një vendimi të dhënë nga gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Elvis Çaushllari është një emër i njohur për drejtësinë, për folur për përfshirje në përplasjet me grupet kriminale në Elbasan. Ai u arrestua në vitin 2022 nga SPAK në kuadër të operacionit Plumbi Art, ndërsa u lirua rreth një vit më vonë. Autoritetet pritet të dalin edhe me një njoftim zyrtar për detaje të plota rreth operacionit, si dhe akuzat që rëndojnë ndaj tij. Një person që udhëtonte me biçikletë ka humbur jetën pas një aksidenti tragjik në autostradën Lushnjë-Tiranë, pranë urës mbi Shkumbin, ku përplas nga një automjet tip Benz. Policia bllokoi përkohësisht qarkullimin drejt Tiranës për dokumentimin e ngjarjes, ndërsa grupi po punon ende për zbardhjen e plotë të shkaqeve të aksidentit. Një aksident i rënd me pasojë vdekje ndodhi mbrëmjen e të shtunës pak para mesnatës në autostradën Lushnjë-Tiranë pranë urës mbi Shkumbin.
Një automjet i Benz me targat AB 797 FZ ka përplasur një person që udhëtonte me biçikletë. Përplasja ka qenë fatale dhe si pasojë e goditjeve të forta, drejtuesi i biçikletës ka humbur jetën në vend ngjarje. Sipas të dhënave paraprake, dyshohet se personi me biçikletë ka qenë duke lëvizur në mes të rrugës në momentin kur është goditur nga automjeti. Drejtuesi i Benzit mësohet se ka tentuar të devijojë për të shmangur përplasjen dhe aksidentin, por nuk ka mundur ta evitojë aksidentin fatal. Menjëherë pas ngjarjes në vend mbërritën edhe shërbimet e policisë rrugore, të cilat bllokuan përkohësisht krahun e lëvizjes drejt Tiranës. Bllokimi u bë për të mundësuar kryerjen e veprimeve procedurale, dokumentimin e vendngjarjes, si dhe mbledhjen e të gjitha provave që do të ndihmojnë në zbardhjen e plotë të situatës dhe rrethanave. Aksidenti shkaktoi rëndim të qarkullimit në këtë segment autostradës gjatë orëve të vona të mbrëmjes, ndërsa policia punoi për normalizimin e trafikut dhe sqarimin e dinamikës së ngjarjes. Ndërkohë grupi hetimor i ngritur po vijon veprimet për përsaktimin e shkaqeve të aksidentit dhe përgjegjësive ligjore. Konsumatorët shqiptar kanë konsumin individual për frymë të fuqisë blerëse sa 48% e mesatares së Bashkimit Evropian dhe të ardhurat për frymë sa 43% e mesatares së Bashkimit Evropian. Çmimet e ushqimeve në Shqipëri e kalojnë mesataren e Bashkimit Evropian. Konsumatorët shqiptar kanë konsumin individual për frymë të fuqisë blerëse sa 48% e mesatares së Bashkimit Evropian dhe të ardhurat për frymë sa 43% e mesatares së Bashkimit Evropian. Për konsumin sipas fuqisë blerëse, Shqipëria renditet e parafundit në Europë, duke lënë pas Bosnjën, ndërsa për të ardhurat për frymë është në nivelet njëjta me Maqedoninë në Veriut dhe sërish lë pas Bosnjën. Megjithatë, kur vjen puna për çmimet e ushqimeve, shqiptarët po i paguajnë ato gjithmonë edhe më shtrenjtë, në raport me mesataren e Bashkimit Evropian të matura sipas fuqisë blerëse. Të dhënat në të fundit të Eurostat bëjnë të ditur se çmimet e ushqimeve për herë të parë janë rreth 3% më të shtrenjta se mesatarja e Bashkimit Evropian. Çmimet janë rritur me shpejtësi nga 85% e mesatares së Bashkimit Evropian që ishin në vitin 2022 në 99.6% në 2024 për të kaluar në 102.9% në vitin 2025. E thënë më thjesht, një shport ushqimit që mesatarisht kushton 100 euro në Bashkimin Evropian, në Shqipëri kushton rreth 103 euro e matur sipas fuqisë blerëse, ndërkohë që të ardhurat për frymë të shqiptarëve janë më pak se gjysma e mesatares europiane. Treguesi Eurostat nuk mat çmimet me terma nominal, por indeksin e nivelit të çmimeve sipas barazisë së fuqisë blerëse. Ky tregues krahason sa kushton e njëjta sport mallrash dhe shërbimesh në vende të ndryshme, duke eliminuar efektin e kursit të këmbimit dhe diferencave në nivelin e të ardhurave. Një nivel mbi 100 tregon se çmimet janë më të larta se mesatarja e Bashkimit Evropian, ndërsa një nivel nën 100 tregon se ato janë edhe më të ulta. Shqipëria është vendi i vetëm në rajon ku çmimet e ushqimeve kanë kaluar mesataren e Bashkimit Evropian. Diferenca bëhet edhe më dukshme kur krahasohet me nivelin e të ardhurave, ndërsa Shqipëria ka të ardhurar për frymë sa 43% e mesatares së Bashkimit Evropian dhe konsum individual sa 48% e mesatares së Bashkimit Evropian. Çmimet e ushqimeve rezultojnë mbi mesataren europiane. Kjo nuk kupton se familjet shqiptare duhet të shpenzojnë një pjesë shumë më të madhe të buxhetit të tyre për ushqim krahasuar me qytetarët e vendeve më të pasura të Europës. Studentët e Universitetit Eqerem Çabej janë gjitur në skenën e teatrit Zini Sako të Gjirokastrës me dramën Kur mungon fjala. Interpretimi i studentëve e afroi edhe më shumë publikun me dramën, duke kthyer shfaqjen e një thirrjeje për mos të heshtur përballë një plage sociale që vijon të prek shumë familje. Heshtja nuk është gjithmonë qetësi. Në shumë raste ajo bëhet streha, kufshje, dhuna, frika dhe mungesa e reagimit. Pikërisht këtë të vërtet vuri në qendër drama Kur mungon fjala, e sjell në skenë nga studentët e Universitetit Eqerem Çabej në teatrin Zini Sako të Gjirokastrës. Nëpërmjet historisë së verës, një ere përballet me dhunë dhe gjykim brenda familjes. Shfaqja solli për publiku një realitet që nuk është i largët. Në skenë u pasqyrua mënyra se si dhuna ushqehet nga heshtja, nga frika dhe nga pranimi i saj si pjesë e jetës së përditshme. Vepra u realizua me mbështetjen e Bashkisë së Gjirokastrës në bashkëpunim me Universitetin Eqerem Çabej, në regjinë e Marsias Lilës. Interpretimi i studentëve e afroi edhe më shumë publikun me dramën, duke e kthyer shfaqjen në një thirrje për të mos heshtur përballë një plagje sociale që vijon të prek shumë familje. Mendoj që të flasësh pak dhe të thuar shumë është gjithmonë një karakteristike ime si
individ dhe si aktor, si profesionist. Kjo shfaqje vjen në një periudhë kohore të cilën është një plagë shumë e madhe sociale, dhuna, nuk është vetëm tek femrat, por është kudo. Është tek fëmijët, është tek të gjithë, kudo që ndodhet, se po flasim më shumë për dhunën psikologjike se sa të fizike. Fizike është rezultat gjithmonë. Por gjërat nisin, siç thot Shakespeare, tragjedit filloj nga loja, dhe dashur pa dashur bien në kursin e njerëzve që intrigën e kanë mjet jetese, apo siç edhe shfaqja si personazh i Blerimit që e karakterizonte këtë fenomen. Është një shfaqje që i flet të gjitha komunitetet, të gjitha trebave shqipfolse, sepse Bler është edhe një fenomen global, po ndoshta ne në Shqipëri e kemi dhe çik dhe nuk është trajtuar si fenomen dhuna, dhe nëse nuk do arrim të zgjidhim dot komunikimin, mirëkuptimin me njëri tjetrin, besoj se nuk do arrim asnjë gjë, nuk do hedhim hap për asnjë objektiv apo qëllim që kemi në jetë. Qoftë atë që është më kryesorja, jetën që na i ka falur Zoti dhe është gjë më e shenjtë. Nuk kanë vlerë asgjë të tjerat janë gjithmonë derivate të jetesës. Pra, duhet të ndryshojmë mentalitet. Kjo mendoj se u përcjell te publiku apo ishte mesazhi më i fuqishëm. Duhet të ndryshojmë mentalitet në raport me njëri tjetrin, se jemi shumë pak për të qenë të ndarë si popull. Për organizatorët, teatri mbetet një hapësirë ku arti nuk shërben vetëm për të treguar histori, por edhe për të hapur diskutim mbi plagë të shoqërisë. E në këtë rast, studentët u bën zëj një mesazh që kërkon më shumë ndërgjegjësime, më shumë guxim për të folur. Kjo pjesë është vendosur në bashkëpunim me Universitetin e Gjirokastrës, ku studentët të universitetit janë bërë pjesë e kësaj shfaqje teatrale që ndonë se ishte e shkurtër në përmbajtje, ka një mesazh tepër të fortë që është ai i dhunës në familje. Është pikërisht, unë kisha pjesën e rolin e nënës, në fakt që është një grua që e ka institucionalizuar dhunën dhe e ka pranuar atë si tepër të natyrshme, dhe në këtë linjë janë edhe të gjitha gratë e kësaj pjese. Dhe është pikërisht ky mesazhi që kërkon të përcjell pjesa, që ka një moment në jetë kur gruaja duhet të ngrejë zërin dhe t'i thot jo dhunës, t'i thot mjaft më, dhunës në familje nga babai, dhunës nga bashkëshorti, apo çfarë do lloji dhune tjetër. Në fakt është një fenomen social tepër i ndjeshëm në shoqërinë e sotme dhe i pranishëm pavarësisht emancipimit të përgjithshëm që mund të ketë arritur familja. Sërish ne kemi shumë familje ku dhuna është tepër evidente dhe e dukshme, dhe ne kemi dashur nëpërmjet kësaj pjese që t'i ndërgjegjësojmë kryesisht të rinjt, por edhe qytetarët e thjesht, që dhuna është një fenomen që nuk duhet pranuar dhe nuk duhet naturalizuar, nuk duhet të jetë në asnjë mënyrë diçka që ta pranojmë si të mirëqen. Ishte një eksperiencë shumë e veçantë, për mua ishte hera e parë, nuk isha eksperienca të mëparshme, kishte pak angth, pak stres, po që puna ka qenë shumë e mirë, kemi punuar shumë për të arritur këtu ku ishim sot, edhe jam ndihmuar shumë si nga regjia, si dhe nga aktorët e tjerë, që më kanë ndihmuar që të futem në personazh, sepse e kisha shumë të vështirë në fillim, duke qenë se dhe herë e parë, eksperjenca e parë, edhe jam shumë e kënaqur, mendoj se doli mirë, puna na ka shkuar shumë mirë, kemi kaluar shumë mirë gjatë periudhës së praktikës, së provave. Për te i skenës, shfaqja la mesazhin e qartë se dhuna nuk bëhet më e vogël nëse nuk flitet për të. Përkundrazi, heshtja është ajo që e mban gjallë atë. Franca po përballet me një val të re dhe intensive të nxehtit, ndërsa autoritetet meteorologjike kanë zgjeruar alarmin portokalli në 53 departamente administrative në të gjithë vendin. Sipas parashikimeve, temperaturat do të vazhdojnë të rriten në ditët në vijim, duke prekur një pjesë të madhe të territorit francez. Vala e të nxehtit e dyta e regjistruar këtë vit në Francë, po shtrihet nga jugperëndimi drejt verilindjes. Temperaturat kanë arritur tashmë 34 deri në 36 gradë Celsius në shumë rajone, ndërsa në Rivierën franceze dhe në Korsik pritet të shkojnë deri në 38 gradë Celsius. Në rajonin e Parisit, termometri mund të arrijë deri në 36-37 gradë, duke i afruar rekordeve historike të muajit qershor. Meteorologët paralajmërojnë se pas një rënje të lehtë të temperaturave në disa zona veriore gjatë fundjavës, nga e diela pritet një val e re nxehtësie që do të përfshijë pothuajse të gjithë vendin, ndërsa disa rajone të Francës perëndimore dhe qendrore
Temperaturat mund të arrijnë deri në 40 gradë Celsius. Situata paraqitet e vështirë edhe në vende të tjera europiane. Në Britaninë e Madhe temperaturat mund të arrijnë deri në 34 gradë Celsius në mundësinë e thyerjes së rekordit historik të muajit qershor. Po ashtu Spanja ka lëshuar paralajmërime për nxehtësi ekstreme në pjesën më të madhe të vendit, ndërsa në Zvicër dhe Gjermani autoritetet kanë aktivizuar nivele të larta alarmi për shkak të temperaturave të larta dhe rrezikut nga stuhit. Edhe në Europën qendrore, përfshi Austrinë, Hungarinë dhe Slovakinë, pritet një javë me temperatura shumë të larta. Ekspertët e klimës e lidhin këtë episod me ndikimin e ndryshimeve klimatike, duke theksuar se valët e të nxehtit po bëhen gjithnjë më të shpeshta dhe më intensive. Të nderuar shikues, kjo ishte dhe gjithçka e përgatitur për edicionin informativ këtu në Blu Televizion. Bashkë mirupafshim.